Rreth 100 aksidente janë regjistruar në 5 muaj të parë të vitit 2025 në Gjakov. Albin Saçia, komandant, thotë se krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, gjendja është më stabile. E gjithë kjo si rezultat i veturave inteligjente. Njësia trafikut rajonal vepron me veturat inteligjente në gjithë rajonin e Gjakovës, duke përfshirë 3 komunat: Gjakovën, Malishevën dhe Rahovecin. Qëllimi dhe objektivat e policisë janë që t'i parandalojmë aksidentet, domethënë ta zvogëlojmë numrin e aksidenteve, të mos të kemë viktima në rrugë dhe përmes masave që ne i ndërmarrim, atëherë mund të them që kemi pas edhe sukses, e kemi arritur objektivat deri tash dhe do të vazhdojmë me arritjen e objektivave tjerë. Mund të them që gjatë këtij intervali, gjatë 5 muajve, domethënë prej janarit deri në muajin maj, e kemi një gjendje shumë të mirë. Sa i përket sigurisë rrugore, kemi rreth 100 aksidente, janë më pak i krahasuar me vitin e kaluar. Komandanti i trafikut rrugor në Gjakov, kapiten Saçia, tregoi edhe për funksionimin e dronit si një mjet tjetër i rëndësishëm në kontrollimin dhe monitorimin e komunikacionit. Gjatë gjithë kohës ne përpilojmë plane operative, i implementojmë ato plane në vendet që i konsiderojmë të rrezikshme, në kundërvajtjet që i konsiderojmë të rrezikshme. Kundërvajtja e rrezikshme konsiderohet tejkalimi i shpejtësisë, tejkalimit në vendet e ndaluara, përdorimi i telefonit dhe shumë kundërvajtje tjera. Ne përmes implementimit këtyre planeve përpilojmë edhe planin droni, ku identifikojmë ato zona ku i konsiderojmë që shkaktohen aksidentet apo shkaktohen kundërvajtjet dhe i marrin masat e duhura. Tutje kapiten Saçia bëri të ditur edhe një marrëveshje që së fundmi është arritur mes komunës së Gjakovës dhe postës së Kosovës në lidhje me gjobat. Në javën e kaluar kemi pas një takim me komunën, me kryetarin e komunës Gjakovës, edhe me kryetarët komunave tjera, komunës Malishevës dhe Rahovecit, dhe po ashtu me zyrtarët të postës, dhe është arrit një marrëveshje trepalëshe në lidhje me shpërndarjen e gjobave të cilat shqiptohen nga policia me automjetet inteligjente, për shembull shpejtësi apo kundërvajtje tjera. Ato gjoba, domethënë, do shpërndahen nga posta në adresat e pronarit të mjetit, ndërsa pronari i mjetit është i obliguar, nëse nuk ka qenë drejtuesi i mjetit, që të tregojë që drejtuesi i mjetit ka qenë një drejtues tjetër dhe të gjitha përgatitjet e duar janë bërë, marrëveshja është nënshkruar dhe do të fillojmë me implementim. Me afrimin në sezonit veror dhe rritjen e pritshme të fluksit në akset kryesore, autoritetet bëjnë thirrje për më shumë kujdes nga drejtuesit e automjeteve.